Zotni i ki numrat, je partia fituese, urno graj. Për ma tepër që janë shkelje ligjore, neni 26 i ligjit që e ka miratu vetë, nuk mund është të mukon edhe zyrtari qeverisë, edhe deputet. Po shka konfliktit interesit. Po i njëti ligji qeverisë Azdren, para nenit 26, 29, 30 dhe 31 që regulojnë këto situata, neni 1.4 e përcakton qartë 1.4, mund të kontrollojmë po deshëm, është në fjalë publike, këshyre kam studiu, jam një cop juristi që thojnë juristi diplomuar. Edhe ligji pjesa neni 1.4 thonë, qeveria konsiderohet, është nen ligj, qeveria konsiderohet e dorëhequr pasi ta plotson mandatin. Kjo qeveri ka plotsu mandatin në momentin. Nëse ka situata emergjente, bravo. Mirë po. Jo në situatë emergjente, në situatë të rregullt. Kjo qeveri e ka përmbush mandatin. Kabineti qeveritar. Konsiderohet i dorëhequr. Do të më thonë dorëheqje formalisht, edhe pse masaj vazhdon qeveria në detyrë, mi bëhet do punë teknike. Nuk mund me inë marrëdhënie bilaterale këto me radhë. Pra që kjo ligji që ka miratu qeveria Kurti. Po. Vendosje thotë si ka plotsu krejt procedura që duhet. Asnjë dorëheqje se kemi bërë. Jo dorëheqje, shef. Albin Kurti ka bërë këtë mënyrë jetë rregull. Për momentin fal. Çka do të merron qeveria? Do të më dhon dorëheqje kryeministri për me rrashje. Formalisht. Jo, ka lloj module, ka shkon parlamenti të shvija. Rasti konkret, o krye mandati, komplet kabineti qeveritar, që janë edhe deputet zgjedhën, lyp me dhënë dorëheqje formale. E çojnë dorëheqjen e depozitojnë sekretarit qeverisë, prej aty depozitohet në kuvent, e këta betojnë vazhdojnë. Shka ke letra në mund kretëve, jo, se cili ministër e Kuran Murati këtë rast, Roseta Hajdari, këtë më randuot. Gjo Maninin që thotë të tjerë. 26, që? Që thotë se cili ministër duhet ta dërgojë vetë. Se cili antari qeverisë, po. Se cili antari qeverisë e dërgon të shefi vetë. Ai ministër nuk e ka deputetin shef. E ka kryeministri. Tash po fut në hapshin e interpretimit. Kryeministri është kryeministër. E pse ti pas ke drejt me bon interpretim unë jo? Qepse, ministri i ekonomisë, shembull, Kuran Murati. Ai është i thirrur për atë punë edhe për gjets. Ai si ministër dëmon dorëheqje. S'mund të thon Kurti ne mund të dorëheqje. A ki qartë? Pra këta s'pe bëjnë. Por ma tepër që kjo po konsiderohet, dhe këtu ekspert e fushës janë nda në dy tabore, që po flasin si pushteti e si opozita. S'po du me një aty se si jam jurist. Por këtu, ka një sënd ma të thjesht se kaq. I kanë bre, partia fituese janë, urno, boni numrat, 600 vota, apo të i kom. Këna po e bon qeverin, i kemi këtë numrat, urno vla, ka lokët kriz, edhe shkotutje. Kjo një tjeri e kohës,